Të dashur shqiptar, çfarë është teoria pellazge? Teoria pellazge është shumë e thjeshtë. Një ditë prej ditësh, vëllezërit frashëri po bisedonin me njëri tjetrin, po diskutonin Iliadën dhe po lexonin aty që Homeri thoshte që fisi më i vjetër në Greqi ka qenë fisi i pellazgëve. Dhe atëherë ata arritën në konkluzionin përderisa fisi më i vjetër në botë është fisi i pellazgëve, shqiptarët janë pellazgët. Dhe as që e lexuam fare Iliadën, as në origjinal, as si përkthim, sepse në asnjë nga qytetet pellazge nuk ka si fjalë të vetme me kuptim në gjuhën shqipe. Po jo vetëm kaq, asnjë nga qytetet ilire që gjendeshin në Kroaci dhe në Malin e Zi nuk ka asnjë emër në gjuhën shqipe. Prandaj, të gjitha teoritë pellazge këtu kanë nisur me rilindjen kombëtare, e cila e ka shpikur historinë e Shqipërisë duke lexuar një vepër artistike. Pra, vepra e Homerit nuk është vepër nga mund të marrësh ti burime të sakta, është një lloj si kur të nxjerrësh ti luftën e dytë botërore nga generali i ushtrisë dekuri Ismail Kaderes. Një nga qytetet pellazge është Agylla, një qytet i lashtë pellazgo-etrusk që në fakt është regjistruar në Itali, është përmendur nga Herodoti, nga Straboni dhe quhet vendbanim me origjinë pellazge. Qyteti i dytë është Haimonia, do të thotë qyteti i gjakut, nga haimos, fjala gjak në gjuhën greke. Është gjetur në Thesali dhe në një pjesë të Thrakisë dhe të Maqedonisë. Ky emër është i lidhur ngushtë me mitologjinë pellazge dhe mitet e tyre të gjenologjisë themeluese. Qyteti tjetër është Argura, një qytet pellazg në Thesali, pranë lumit Peneus. Rënja e emrit është Argo, ka kuptimin e bardhë, shkëlqim në gjuhën greke. Pra, grekët janë pellazgët e Thesalisë. Arkadia është emër tjetër pellazg, është zemra malore e Peloponezit. Arkadianët konsideroheshin historikisht nga grekët klasik si autokton, vendali origjinal, me origjinë pellazge, që në fakt është origjinë greke. Tjetër qytet pellazg është Atrax ose Atrakia, dhe është një qytet në rajonin e Pellazgjisë në Thesali, mbi lumin Peneus, i emërtuar sipas personazhit mitologjik Atrax, biri i Peneusit dhe i burrës. Qyteti tjetër pellazg është Bezbikos ose Vezvikos sot, një ishull në detin Marmara në Turqinë e sotme. Në fragmentet mitologjike, ky emër lidhet me dyndjet pellazge dhe bëmat e Herakliut kundër gjigantëve. Delos ose sot quhet Dhilos, Pellazgjia e dikurshme, është ishulli i shenjtë i Delosit, i cili thuhej se quhej Pellazgjia në antikitetin e largët për shkak të faltoreve të hershme pellazge, përpara se sa të dominonte kulti i Apollonit atje, pra kulti i diellit. Dorion vjen nga fjala dru në gjuhën greke, është një qytet i lashtë në Meseni, në Peloponez, i përmendur nga Homeri në Iliad, si vendi ku rapsodi Thrakas Thamyris u verbua. Kemi qytetin pellazg Dotion me një O të gjatë, është një fushë pjellore dhe vendbanim i lashtë në Thesali, në Greqi, i njohur historikisht si bastioni i fisëve pellazge dhe veçanërisht të fisit të Eneive dhe Lapithëve. Qyteti Efyra është emri i lashtë për disa fortesa paramikeanase, ku më të njohurat ishin Korinthi dhe kryeqyteti i Thesprotias në Epirin e sotëm, pra në Shqipëri, dhe janë që të gjitha emra grek, siç e shikoni. Hefaistias është qyteti i perëndis Hefaistos, një qytet kryesor në ishullin e Lemnosit, i banuar historikisht nga Tireno-pellazgët, të cilët ruajtën gjuhën e tyre, thuhej jo greke, deri në pushtimin e Athinës. Thesalia, e njohur në antikitet si Argos i Pellazg, Pelazgokikon, është Thesalia që konsiderohet gjithësisht si adheu kryesor historik i pellazgëve në Greqinë kontinentale. Një qytet tjetër pellazg është Ithome, me një O të gjatë, sot shqiptohet Ithomi, është një fortesë e madhe natyrore në Meseni, e shenjtëruar për Zeusin Ithomatas, që zotëronte fortifikimet e lashta pellazge. Isa, një emër i lashtë për ishullin e Lesbosit, gjithashtu Vis, në gjuhën kroate, në Adriatik është i lidhur thellësisht me rrugët e lashta të lundrimit pellazg. Kranon, me një O të gjatë, një qytet i fuqishëm pellazg në Thesali, i njohur për oligarkinë e tij të pasur, Kreondot, dhe për kalorsinë e lashtë.
Larisai ishin banorët e qytetit Larisa, është forma e shumësit për fjalën Larisa në greqisht. Larisa është një fjalë tipike pellazge që do të thotë kështjell, kala ose qytet i rrethuar me mure. Qytetit me emrin Larisa u ngritën kudo ku vendosën pellazgët. Thesali, Atik, Kret dhe Azi e vogël ishin kolonitë e tyre. Qyteti Mopsion, pra është një kodër dhe qytet në Thesali emërtuar sipas profetit Mopsus, duke pasqyruar kultet e lashta fetare para helenike dhe pellazge gjoja. Kjo është një fjalë greke. Qyteti Nioe, emri lashtë para helenik për Afrodizin në Karia, Azia e vogël, që tregon që rënjë gjuhësore pellazgo-lelege në Turqinë e sotme perëndimore akoma ekzistojnë. Qyteti Oihalia, një territor dhe qytet-shtet legjendar i përmendur nga Homeri i vendosur sipas burimeve të ndryshme në Thesali, Eube ose Meseni, duke mbartur tradita të thella epike pellazge. Qyteti Parasia, një rajon në Peloponezin jugperëndim të Greqisë ose Arkadia, i konsideruar si një nga zonat më të lashta pellazge, i emërtuar sipas Parasit, të birit të pellazgut. Vetë emri Pellazgia nuk është Pellazgia, pra, është një emërtim rajonal i përdorur nga autorët e hershëm si Herodoti për të përshkruar të gjithë Peloponezin dhe pjesë të Greqisë Veriore përpara se sa helenët të bëheshin dominues atje. Vetë emri Peloponesos është fjalë për fjalë nga emri Nesos, ishulli i Pelopsit. Përpara se sa të merrte këtë emër, ky gadishull referohej gjërësisht nga gjeografët e lashtë si Pelazgia, që ne i themi Pellazgji, pra nuk është emër shqiptar. Skotousa do thot hieshia, fjalë për fjalë. Skotousa është një qytet i lashtë në rajonin Pellazgiotis në Thesali, shtëpi e një profetike pellazge Dodone, përpara se kjo priftëresht është vendosur për në Epir. Qyteti Skyros, një ishull në detin e Gje, i dokumentuar historikisht si banuar nga pellazgët, nga karianët dhe dolopot, që vinin nga Azia e vogël. Pthia është dhe Ujakili dhe i Miridonëve në Thesalin jugore, i rënjosur historikisht në mbivendosjen e fiseve të hershme pellazge dhe heladike. Kaonia në Shqipëri, një rajon veri perëndimor në Epir, Shqipëria e sotme dhe Greqia në veri perëndim të saj, i banuar nga kaonët, një fis i madh epiriot që në fakt e merr emrin nga fjala kaos, është emër abstrakt grek, siç e shikoni. Të paktën emri Kaonis është kaq i pastë grek sa të shtyn të mendosh pra që pellazgët flisin greqisht, ishin grek. Pra, përfundimisht, asnjë nga emrat që shikuat nuk është me origjinë shqiptare. E njëjta gjë thuhet për të gjithë emrat e 80 qyteteve dhe fiseve ilire që i kam nxjerrë në YouTube dhe në TikTok dhe në Facebook, dhe ju kam thënë shqiptarëve, mësojni përmendësh, e jani në bisedë me mua drejt për drejt dhe mi thoni cilat janë emrat pellazg dhe emrat ilir. Ata nuk janë në gjendje t'i mbajnë mend sepse janë fjalë greke me 3 rrokje dhe gjuha shqipe është e paaft të përdor fjalë më shumë se me 2 rrokje. Ky është fati unë i keq, kështu flasim ne, jemi 2 rrokësh dhe shpesh edhe 1 rrokësh. Pra ka ndodhur një mutacion gjenetik me shqiptarët, meqense ju pëlqen gjenetika, ne nuk kemi të aftë të shqiptojmë fjalë pellazge dhe fjalë ilire si që kemi në ilir dhe pellazgët. Asnjë nga këta emra nuk ka absolutisht asnjë lloj kuptimi në shqip sepse janë emra grek të autorëve helen. Ju faleminderit dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.